Horoskopi javor për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Horoskopi javor i dashit për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Këtë javë dashi, energjia e ndritshme e Marsit ju shtyn drejt përpjekjeve dinamike. Ndërsa hëna udhëton në përshenjën tuaj në mes të javës, mund të ndjeni një nevojë të intensifikuar për autonomi. Sfidat në komunikim mund të shfaqen rreth 10 qershorit, duke kërkuar durim dhe qartësi. Megjithatë, sipërmarrjet krijuese dhe projektet e pasionit fitojnë vrull, veçanërisht rreth 12 qershorit, kur frymëzimi godet. Kini kujdes nga angazhimet e tepërta në jetën tuaj profesionale, pasi entuziazmi mund të çojë në lodhje. Rrethoni veten me miq mbështetës, sepse udhëzimi i tyre do të sjellë njohuri. Marrëdhëniet, veçanërisht ato romantike, kërkojnë dialog të ndershëm. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund të ngjallë interes rreth 14 qershorit. Nga ana shëndetësore, prioritizimi i pushimit është thelbësor. Synoni për ekuilibër në rutinat e përditshme. Financiarisht, tregoni kujdes dhe shmangni blerjet impulsive. Ndërsa java mbyllet, reflektoni mbi ndryshimet e fundit dhe përqafoni mundësitë e ardhshme me besim. Horoskopi javor i Demit për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Demi, ndërsa Venus indikon në shenjën tuaj këtë javë, fokusi juaj kthehet nga brenda, duke rritur rritjen personale dhe vetanalizën. Rreth datës 11 qershor, mund ta gjeni veten duke dëshiruar stabilitet dhe rehati në mjedisin përreth. Përpjekjet e vazhdueshme në karrierë mund të japin më në fund rezultate. Megjithatë, shmangni vendimet e nxituara, veçanërisht në lidhje me investimet financiare. Në mesjavë gjeni kohë për të vlerësuar bukurinë përreth jush, pasi ajo mund të ofrojë frymëzim të papritur. Në aspektin shoqëror, lidhjet thellohen kur përqafohet autenticiteti. Një bisedë me një mik ose mentor mund të ofrojë një perspektivë të re, duke ndihmuar në dilema të mbajtura prej kohësh. Romanca përfiton nga aura juaj ushqyese. Marrëdhëniet ekzistuese lulëzojnë përmes përvojave të përbashkëta dhe lidhje të reja mund të formohen nëse hapeni. Shëndeti nuk duhet të lihet pas dore. Prioritizoni teknikat e relaksimit që mbështesin mendimet tuaja. Ndërsa java përparon, përqafoni ndryshimet me zemër të hapur. Gjeni ngushëllim në natyrë dhe prisni njohuri gjallëruese. Horoskopi javor i binjakëve për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Të dashur binjak, kjo javë premton angazhim dinamik intelektual pasi Merkuri, planeti juaj sundues, stimulon natyrën tuaj shoqërore. Bisedat do të gumëzhin me potencial, veçanërisht rreth 10 qershorit, kur një mundësi emocionuese mund të lindë përmes rrjedhëzimit. Sigurohuni komunikim të qartë për të shmangur keqkuptimet. Profesionalisht, përshtatshmëria juaj shkëlqen. Qëndroni vigjilent për ndryshime të papritura që mund të çojnë në rritje. Brenda sferave personale, një fokus në angazhime të dyfishta, si personale ashtu edhe komunale, mund të zgjerojë aftësitë tuaja të kryerjes së shumë detyrave njëkohësisht. Rreth 13 qershorit, introspektiva në udhëtimin tuaj të zhvillimit personal. Meditimi dhe shkrimi i ditarit mund të ofrojnë qartësi. Dashuria mund të sjellë surpriza të këndshme dhe beqarët mund të takojnë dikë të veçantë afër fundit të javës. Mbrojeni mirëqenien tuaj duke balancuar pushimi me punën. Shmangni vaktet e rënda dhe zgjidhni aktivitete të lehta dhe energjike. Maturia financiare do t'ju shërbejë mirë blerjet e vogla, por të menduara mirë mund të kenë një ndikim të rëndësishëm. Deri në fund të javës, harmonizoni aspekte të ndryshme të jetës suaj me ekuilibrin e sapo gjetur. Horoskopi javor i Gafores për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Gaforia, energjia qiellore këtë javë inkurajon praninë ndërsa hëna rrit inteligjencën tuaj emocionale. Rreth datës 9 qershor, parashikoni ndjeshmëri të shtuar dhe nevojën për vetanalizë. Nderojeni këtë duke krijuar mjedise mbështetëse në shtëpi. Profesionalisht, kanalizoni intuitën tuaj në vendimarrje, duke ju lejuar të lundroni në situata komplekse me lehtësi. Jini të duruar, pasi suksesi kërkon kohë dhe përpjekje për kujdesse. Pjesa e dytë e javës mund të paraqesë ndryshime të papritura në partneritete dhe bashkëpunime. Përqafoni ndryshimin për rritje personale dhe përfitim të ndërsjellë. Jeta dashurore lulëzon ndërsa Venus i favorizon shprehjet e buta. Sinqeriteti dhe cenueshmëria e ushqyerjes do të lulëzojnë lidhje. Financiarisht, praktikoni kujdes me shpenzimet dhe mbrohuni nga blerjet impulsive. Më 15 qershor, lidheni me natyrën ose angazhohuni në aktivitete ujore për të rigjallëruar dhe rindërtuar energji.
Jepini përparësi ritualeve të kujdesit për veten për të ruajtur ekuilibrin dhe qetësinë. Reflektoni ndërsa java përfundon për të vlerësuar evolucionin personal dhe shpirtëror, duke u përgatitur për përvoja transformuese. Horoskopi javor i Luanit, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Luani, me diellin që ndriçon sektorin tuaj të rjeteve këtë javë. Ndër veprimet shoqërore bëhen sheshi juaj i lojërave. 11 qershori mund të paralajmërojë mundësi të reja për punë ekipore dhe bashkëpunim, duke promovuar rritjen përmes përpjekjeve kolektive. Profesionalisht, cilësitë tuaja të lidershipit i mahnisin të tjerët. Përdoreni këtë për të galvanizuar ekipin tuaj drejt qëllimeve të përbashkëta. Megjithatë, rreth 12 qershorit, rezistoni ndaj dëshirës për të dominuar bisedat. Dëgjoni në mënyrë aktive për të frymëzuar përparim harmonik. Energjitë romantike lulëzojnë ndërsa Venusi hijeshon shtëpinë tuaj të kënaqësisë, duke rritur kreativitetin dhe duke ftuar lidhje të përzemërta. Lëreni pasionin t'ju udhëheq, por ecni me kujdes me romancat e reja. Merrni kohë për të zbuluar thellësitë të ndërsjella. Financiarisht, përdorni largpamësi përpara se të kënaqeni me luksin. Kursime strategjike premtojnë shpërblime të ardhshme. Mes nxitimit, mos harroni të kujdeseni për shëndetin tuaj. Plotësoni ditët e ngarkuara me relaksim dhe praktika reflektuese. Ndërsa java mbyllet, stili dhe substanca përputhen, duke ju mundësuar të ecni përpara me energji dhe vizion të ri për të rirë. Horoskopi javor i Virgjëreshës, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Këtë javë, Virgjëresh, aftësia juaj analitike del në pa ndërsa Merkuri harmonizohet me Saturnin, duke nxitur përgatitjen dhe qëndrueshmërinë. Rreth datës 9 qershor, talentet organizative shërbejnë mirë. Trajtoni çiftin që shoqëron detyra komplekse me qartësi. Përpjekjet profesionale lulëzojnë përmes planifikimit të kujdesshëm. Shmangni angazhimin e tepërt ndaj afateve kohore jo realiste dhe në vend të kësaj përqendrohuni në cilësi mbi sasinë. Në mes të javës, parashikoni njohuri kuptimplote në lidhje me një çështje të gjatë. Marrëdhëniet kërkojnë syrin tuaj të mpret, pasi qartësia nxit lidhje më të thella. Lini hapësirë për shprehje personale dhe ndershmëri me të dashurit. Virgjëreshat beqare mund të gjejnë intrig me dikë që ndan ndjekje intelektuale. Financiarisht, buxhetimi i kujdesshëm parandalon tendosjet e papritura. Merrni në konsiderat investimet afatgjata me kujdes. Ekuilibri duhet të shtrihet edhe në mirëqenie. Eliminoni rrëmujen dhe krijoni hapësirë për praktikat e vetëdijes. Ndërsa java përfundon, mbështetuni në mjedise natyrore. Përsosni zanatin tuaj dhe përgatituni për ndryshimet e ardhshme me mençuri dhe hir. Horoskopi javor i Peshores, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Peshorja, në ndikimin e Venusit këtë javë, sharmi juaj shoqëror dhe diplomacia arrin nivele të reja. Rreth datës 9 qershor, marrëdhëniet ndërpersonale lulëzojnë ndërsa ju ndërtoni ura lidhjesh me elokuencë dhe hir. Në punë, bashkëpunimi jep rezultate të jashtëzakonshme. Aftësia juaj për të harmonizuar idetë divergjente fiton admirim. Tregoni durim në negociata ndërsa qartësia shpaloset gradualisht. Kujdes nga idealizimi i të tjerëve. Ruani perspektiva realiste në çështjet personale. Në mes të javës, gjeni kohë për vetë reflektim dhe përpjekje artistike për të ushqyer ekuilibrin e brendshëm. Romanca vallëzon në horizont. Beqarët mund të përjetojnë takime emocionuese, ndërsa ata në marrëdhënie thellojnë lidhjet përmes pasioneve të përbashkëta. Financiarisht, kjo periudhë është e pjekur për vlerësimin e modeleve të shpenzimeve për të rritur sigurinë fiskale. Me Venusin që thekson bukurinë, rutinat e mirëqenies që përqendrohen në kujdesin ndaj vetes sjellin përfitime holistike. Deri në fund të javës, sinergjia me të tjerët pasuron përvojat. Një mirëkuptim i sinqert rrit ndjenjen tuaj të ekuilibrit dhe paqja e sapo gjetur mbështell shpirtin tuaj. Horoskopi javor i Akrepit, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Akrepi, këtë javë energjitë qiellore inkurajojnë transformimin dhe ripërtëritjen. Ndërsa Plutoni ushtron ndikim mbi natyrën tuaj introspektive. Përqafojeni punën në hije për të dalë më i fortë. Rreth datës 10 qershor, zhytuni në projekte të rritjes personale. Sferat profesionale dëshmojnë përparim gradual përmes qasjeve strategjike. Njohuritë emocionale zbulojnë të vërteta. Mbështetuni në cenueshmëri për fuqizim të vërtetë. Marrëdhëniet shohin pasionin në rritje ndërsa dëshirat e pashprehura shfaqen. Komunikoni hapur për të thelluar lidhje. Akrepët beqar mund të hasin lidhje të destinuara.
Përqafojini këto takime me gjykim të mirë. Vendimet financiare kërkojnë saktësi. Shqyrtoni plotësisht mundësitë për të siguruar jetëgjatësi dhe stabilitet. Ndryshimet e orientuara drejt shëndetit rigjallërojnë qenien tuaj. Rutinat e detoksifikimit dhe regjimet e reja injektojnë vitalitet. Ndërsa afrohet 14 qershori, ndjekjet krijuese ngren moralin, duke ofruar rrugdalje konstruktive për emocione intensive. Përfundoni javën duke rishikuar aspiratat me një perspektivë transformuese, duke njohur feniksin brenda që ngrihet, i rifreskuar dhe shpikës nga kompleksitetet e jetës. Horoskopi javor i shigjetarit, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Shigjetari, ndërsa Jupiteri përforcon shpirtin tuaj aventures këtë javë. Veprimi i ndërgjegjshëm është mantra juaj. 9 qershori është plot me mundësi për rritje në karrierë. Përdorni udhëzime nga mentorët dhe këshilla praktike për të lundruar në vendimarrje me besim. Energjia frymëzuese ju shtyn të eksploroni shtigje të reja mësimi. Ndërveprimet shoqërore premtojnë eksitim dhe zgjerim të horizonteve. Përqafoni mendime të ndryshme dhe zgjeroni mirëkuptimin. Prirjet romantike gjithashtu përfitojnë nga sinqeriteti dhe komunikimi transparent këtë javë. Shigjetarët beqar mund të gjejnë shoqëri bindëse që le të kuptohet për romancë të mundshme. Parashikimi financiar rezulton i mençur, lexoni shkronjat e imëta në marrëveshje dhe përqendrohuni në qëndrueshmërinë e planeve monetare. Shëndeti lulëzon kur ndjekjet aventureske integrohen me praktikat e mirëqenies, të tilla si eksplorimi në natyrë. Yoga dhe vetëdia ndihmojnë në harmonizimin e ndjekjeve fizike dhe mendore, duke balancuar energjinë. Ndërsa fundi i javës afrohet, mendoni për udhëtimin tuaj. Përvetësoni mësime dhe përgatituni për forumet e ardhshme me qëllim dhe qëllim të gjallëruar. Horoskopi javor i Bricjapit, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Bricjapi, kjo javë paraqet mundësi të mëdha për të hedhur themele të forta, ndërsa Saturni u jep stabilitet përpjekjeve tuaja. Rreth datës 10 qershor, shfrytëzoni durimin dhe qëndrueshmërinë, veçanërisht në sferat profesionale ku iniciativat afatgjata ju ftojnë. Vendosni qëllime realiste. Zgjuarësia delikate shkëlqen ndërsa përpjekjet e zellshme piqen. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të kujdesshëm, ndershmëria dhe durimi forcojnë lidhjet emocionale. Angazhimet romantike lulëzojnë në shkëmbime të menduara mirë. Financiarisht, maturia dhe strategjia formsojnë sigurinë. Një buxhet i ekuilibruar ndërton stabilitet në të ardhmen. Konsideroni konsultimin me ekspert në lidhje me investimet. Kushtojini kohë mirëqenies suaj shpirtërore. Meditimet e udhëhequra forcojnë qetësinë dhe reflektimin personal. Ndërsa kreativiteti lulëzon, kanalizoni energjitë në ndjekje artistike, duke fituar përmbushje nga shprehjet prekse. Ushtrimet fizike janë jetësore, angazhohuni në aktivitete qëndrueshmërie për të forcuar shëndetin. Ndërsa java përfundon, reflektoni mbi mençurinë e grumbulluar. Konsolidoni fitimet dhe hartoni rrugën përpara me qetësi të vendosur, të sigurt në rrugën e palëkundur që ndiqni. Horoskopi javor i Ujorit, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Ujori, kjo javë premton inovacion dhe përparime, ndërsa Urani stimulon të menduarit progresiv. Rreth datës 9 qershor, kapni mundësitë për ndryshim brenda karrierës dhe angazhimeve në komunitet, pasi idetë e freskëta sjellin potencial transformues. Bashkëpunimet kërkojnë komunikim të qartë. Këmbëngulja siguron mirëkuptim të ndërsjellë. Në marrëdhënie vlerësoni aventurat e përbashkëta. Hapja rrit lidhjet afatgjata, ndërsa pengesat zgjidhen pa probleme. Romanca ju bën thirrje me magnetizëm të papritur. Përqafoni takimet spontane me kuriozitet. Financiarisht rivlerësoni strategjitë për të optimizuar stabilitetin. Të ardhurat ose investimet e papritura mund t'i pasurojnë këto përpjekje. Balanconi ndjekje shoqërore me vetedukimin duke eksploruar hobi që përputhen me pasionet altruiste. Shëndeti kërkon përqendrim në shkathësim mendore. Përdorni ushtrime stimuluese të trurit dhe yoga për të ruajtur qartësinë dhe përqendrimin. Ndërsa 14 qershori afrohet, ndikimet e jashtme ofrojnë mençuri introspektive. Rritja personale përfiton nga pikpamjet alternative. Përgatituni ta mbyllni javën duke festuar arritjet kolektive, duke parashikuar hapa frymëzues në rivendosjen e kreativitetit dhe harmonisë. Horoskopi javor i Peshqve, për datat 9 qershor deri më 15 qershor 2025. Peshqit, energjia e mjegullt e kësaj jave fton magjinë ndërsa ndikimi i Neptunit ndes thellësitë tuaja imagjinative.
Homazhi do t'i bëhet aftësisë suaj intuitive, veçanërisht rreth 11 qershorit, ku njohuritë e udhëhequra shfaqen gjatë qetësisë. Jeta profesionale fiton vrull me ndjekje krijuese. Lejoni që imagjinata të përcaktoj kursin tuaj brenda projekteve. Përpiquni për qartësi në komunikime për të zvogëluar kaosin e nxitur nga pasiguria. Marrëdhëniet marrin ngrohtësi të butë. Ndershmëria emocionale forcon lidhjet e zemrës. Frymëzimi romantik rrjedh, duke inkurajuar shkëmbime të freskëta dhe të përzemërta. Maturia financiare meriton vëmendje, veçanërisht në lidhje me investimet spekulative. Përparoni me qëllim për të mbrojtur burimet. Angazhohuni në praktika restauruese si meditimi për të ushqyer peizazhin tuaj shpirtëror. Këto nxisin paqen. Mbështilleni javën me eksplorim artistik, duke gjetur gëzim në meditime dhe krijim. Natyra thërret, duke ftuar qetësi kur është i rrethuar nga elementet e ujit. Elementi juaj vendas forcon vendosmërinë. Ndërsa afrohet 15 qershori, reflektoni mbi rritjen dhe besoni ëndrave për të përcaktuar kursin e synuar përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.